vitin 2025, kjo çka është Kjo do të ishte një titull tani në gjuhën portaleske në këtë moment. Unë po e imagjinoj atë shihen redaktoriale edhe pse secili ka shihet veçantë dhe thot i biri Sabri Hamidit thot shembull, sepse urtaku është i biri Sabri Hamidit Jo i vetëm i malli se e ka një. E qartë. Jo, e kisha fjalën për ta qartësuar për opinion publik për ata që nuk nuk është ai problem. Jo, nuk është problem, po thash do të ishte si titull do t'i biri Sabri Hamidit thot antarët e LDK-s kanë qenë forca dominante ose më shumëti në ushtrinë shqiptare në ushtrinë shqiptare të Kosovës kanë qenë që e thot Urtak Hamiti, po e thonë edhe komandante e luftës. Asaj për këtë asajna, unë i preferoj kolegu që ka bo pyetje, të cilin e përshëndes natyrisht atë dhe familjen e tij duke i uruar çdo të mirë në të ardhmen, që ta blej apo marë në Huazem apo çka do, dramën më të re të akademik Sabri Hamidit, ajo quhet Maja dhe e ka pikërisht punën e luftës në Koshare. Okej. Luftës edhe betejës lavdishme. Lavdishme në Koshare ku udhëhec kanë qenë LDK-ja. Udhëhec ka qenë LDK-ja, po jo ushtria shqiptare e Kosovës. Po tash nëse e pyes Rustem Berishën dhe Xhafer Gashi do të gjithë i bëjnë bashkë. Dora zemra dhe Rustem Berishën në Nasim Haradina, Fadila Derxhona e uniforma, amblemi është i parëndësishëm. Absolutisht po. Nëse s'është kjo temë, po vetëm e kisha pak për të grishur debatin. Faleminderit shumë. Siç do ta quante një mik jonë i përbashkët imi dhe i Halil Matoshit. Fatmir Mehukaj, po ashtu shikuesi rregull i këtij emisioni, do të përshëndetë Kushtrim Sadiku, thotë edhe panelistëve përshëndetje, do të pyetje për të gjithë çfarë na vjen takimi i presidentes kur Kosova humbi shansin historik edhe një herë për të bërë pjesë ose të bërë antar i Këshillit të Evropës dhe këtë po e bën edhe një herë pasi dështoi vitin e kaluar. Blerim Gashi. Çfarë në duhet, po këto janë dy tema ndome, shikuesi i nderuar. Una Këshillit Evropës, Asambleja e cila është e thirrur në rastin e Moldavisë në një rast tjetër, edhe komisioni i ligjor apo juridik i të urdhëve si quhet andej në Këshillin e Evropës, ka thënë që Kosova i ka plotësuar kushtet teknike dhe politike për sa i përket të gjithave. Gjithsesi, në raport thotë që edhe në disa pika përse përket drejtat të pakicave dhe të kalon standardet evropiane. Ashtu shkruan në raport, është online. Ajo është temë dytësore në relacion presidentja nuk i ka thirrë për Këshill të Evropës, i ka thirrë me shpresoj edhe me sa kam pa, me sa kam informacione për nevojën e konstituimit të kuvendit të një institucioni të vendit si rezultat i zgjedhjeve politike që janë mbajtur këtu, e jo për të folur për politikat e jashtme, dështimet apo sukseset që kanë mund të ndodhin, apo që edhe mund ndodhin. Okej. Në Rama, e përmbyllim me ty? Kësaj çështja e Këshillit me blerimet dhe çka thonë. Unë besoj në komplet temat ndame dhe këtë shansin që kemi humbë, unë nuk e besoj që qytetari po e shek kështu, edhe pse na po flasim çdo natë studio, 400.000 vota që ka marrë vetë vendosë për mua e thonë të kundërtën. Kështu që nuk dhe tash kjo është fatkeqësia, fatmirësi, nuk e di se çu është më interpretu, por në këtë mes kështu është mendimi i njerëzve që votojnë. Edhe na duhet me respektojmë këtë pikë, kështu kanë vendosur, por në raport me pyetjen janë dy tema të ndame absolutisht. Nëse e pati si zhvillim, e ka një elaborat pak më të gjerë aty do më kritikoj mu, do më thotë pse se lexove. Se lexove krejtë, domethënë ti kështu ja shkurt apo? E redaktova pak. Mirës Fatmirit po e bëra në të mirë. Që redaktimi dallon me përshtatjen, ti përshtatin nuk redaktove. E përshtatje se do është më shpejt me kry. Jo, në kuptimin edhe redaktova sepse edhe pyetja nuk ishte shumë e shkruar tamam, që ftoi ta shkruar më tamam, edhe e shkurtova. Përtheu dhe përshtati, po, okej. Absolutisht, po. E përshtat edhe shumë respekt. Dhe pyetja e krejt e fundit, e imja për Urtakun, profesor Urtakun, është si u ndjeve sot në politiko Urtak. Se goxha një periudhë gjatë kohore jemi duke planifikuar këtë prezencë dhe... Natyrisht midis miqve
shokëve